Besnik, Gertnik. Qa ka? Bora një të shekerat e kokteleve, edhe hodha shumë studiues, shumë profesor, pak historian, pak etimolog, goxhar arkeolog, pak fare biolog, çik influencer, pak nutricionist, çik biznesmen I lirë, edhe një pinç të lehtë Don Juani të vetëpërmbajtur, pitunda, dhe të gjitha ato më sollën në studio në Satelit, doktor, profesor, avokat, inxhinier, etimolog, Sazan Guri. Mirëmbrëma profesor. Ai pinç që ka bërë punë. Mirë I gjetë të gjitha ato me përshtim të fjalës Don Juan, të tjera. Don Juani vetëpërmbajtur e theksova. Thash një pinç me thënë metaforisht, Don Juani vetëpërmbajtur, diç do me thënë? Do me thënë që do gruan 100 herë më shumë se sa duan të tjerë gruan tënde. Kështu por me Po pra 1000 herë, po patjetër. Je dashnor I përjetshëm dhe duket sikur ditë e parë që njihesh me atë që ke në krah. Po vërtet fare, po ku e di ti? Po ku e di, ma ke thënë vetë mo. Ne jemi shok, nuk mos më njeh mua. Po mirë, mban mend që atë. Ku do të marrësh 300.000 lekë që ke borx? Çfarë ndodh? Po duhet marrësh një libër ti që më ka thënë mua një libër për 100 euro. Po pra, po libri nuk matet nga pesha si një kolegu jot donte ta mase sa e rëndë ky libër. Por matet nga përmbajtja, ma ato që thot etj. Dgjoj, shkon ku jemi këtu? Jemi te sateliti Albania numër 1. Këto dy satelite që çoi Rama, po me që janë bosh, njërin po e përdorim ne. Pa që Rana e ka dhënë kështu. Dhe njëri për të marrë dorë. Tani. Njëri për të Ti je I vetmi njeri që mund ta tregosh nga vjen fjala shqipe satelit. Nuk është shqipe. Nuk është shqipe, jo. Nuk është shqipe. Do një basi është shqip me ata që stazani me sekondë. Nga vjen fjala satelit. Nuk e di. Satela, nuk e di. Këto më shumë I di, unë di atë që di dhe flas, se tha e ti në Luvër, po si nuk e di dhe, ku paguam për ato që di tha. Për kush e tha? Kush e tha në Luvër. Satelit. Bëri pyetje e Kosovarit, si nuk e di gjeta, po unë di ato që di tha, dhe them ato që di. Satelit vjen nga fjala saç, e kam bërë saç dhe elit. Saçi elitave. Është satelit. Satelit, po. Saçi e Tiranës. Dgjoj. Si ndihesh tani mbas zgjedhjeve? Më thuaj Sazan. I zhgënjur, I gëzuar, si ndihesh? Jo, unë e prisja një rezultat të tillë, në një farë mënyrë edhe I zhgënjur, sepse besoja që për ato që janë bërë 12 qytetarëve shqiptarë, diku hec, diku ujë të marr, diku lumi marr, diku energji e prerë, diku edhe mendoja që këta do reagojnë. Në fakt këta reaguan bëhet merte, po ta tregosh nuk e pabesueshme. Do të bëj një pyetje, më përgjigj shumë shkurt. Pse duhet të heqin njerëzit Ramën dhe të rikthehen prapë te Berisha I cili ka pas disa mundësi dhe se ka bërë wow, të jemi të sinqertë. Ke shumë drejt. Unë asnjëherë nuk kam menduar. Po shkurt, të lutem. Po shkurtër, asnjëherë s'kam menduar që të kthehen njerëzit te Berisha, gjithmonë thoshja te ndryshimi, dhe ndryshimi kam bërë një shembull të gjyshit tim që kandidonte për herë dytë, edhe Bujku I tha Beo dhe ai, pse s'më votove ata për herë dytë. Gjyshi tha Bujku, pse s'më votove? Sepse tha ndryshimi është më I madh se Beu dhe ai. Beu matha e të kam bajt me Bujku dhe ai. Ndryshimi. Edhe unë që ke ndryshim. Mori guxim me Bujku foli. Po, 100 vjet përpara. 100 vjet përpara Bujku na llajmë mësim, po e ka ndodhur edhe me Ekrem Bejblorën, Bujku në Kafaraj. I tha Beu matha e ndryshimi dhe. Edhe punë kësaj sot, duhet të ishte ndryshimi. Ku janë këta bujqe, ku janë sot? Ne, ku janë këta bujqe? Bujqe janë në Gjermani, në Belgjik. Sa pas televizore dhe prapë shpërndaj fjalën. Do me thënë, ti e prisje këtë rezultat zgjedhjesh, pak a shumë, je zhgënjur, po e hamensoje, dhe mund të themi që është safe, është e sigurt të themi që kjo është arsyeja pse e dorëzove partinë tënde, partinë ambientaliste dhe nuk more pjesë në zgjedhje, sepse s'ka kuptim ti biesh murit me kokë. Bravo, ku ti je prapë di këtë gjë. Po çam di mua budallati. Po jo, po ka shumë njerëz që ja kam shpjeguar, edhe prapë nuk mbushin, do thoshja fjalë. Nuk mbushin. Unë kam dorëzuar me vërtet, nuk e shita, nuk bëra Aldish Verish, që kisha nevojë për ndërtuar bujtinën ndaj babait, edhe jo ti Dgjoj, do vite bujtina do adrek se më dallafin korridor. Dhe mbasi doli emri im një javë aty sepse s'kisha marrë akoma të drejtën nga e ligjëruar nga gjykata, dhe njerëzit, ky profesori na u bë me djatën, po edhe nëse çat keq ka të bësh me djatën, po edhe nëse çat keq ka të bësh me ndryshimin, këtë kam dërguar pra, ndryshimi. Kam treguar edhe atë që një mbret doli edhe e pyeti popullin e vet kohën e Pellazgëve. E pyeti si jeni të kënaqur shumë dhe po çfarë do votoni? Do votojmë për një tjetër dhe, po pse I dhaj? Sepse mund të jetë më mirë ai tjetri. Pra, edhe punë kësaj. Bujqe edhe këta mësoj. Bujqe edhe këta, në rregull, bujqe ai dakika. Si intelektual që edhe nga njerëzit unë vlerësoj më shumë në këtë kom, do të bëj një pyetje. Cila mendon që është pika më e fortë e Ramës, se Rama vazhdon fiton, sepse unë mendoj që pika më e fortë e Ramës është hunda. Çfarë thua, po çfarë? Kuptimi që ka nuhatje, nuhat duhet të bëj. Strateg do të thuash. Pika më e fortë ka nuhatje, hunda. Dakor, është dogmatik, është propagandist, e ka thënë vetë djes pas I malli
Adrian Klosi, që unë isha shok të ngushtë në luftën kundër teceve në Vlorë, edhe tha nëse unë bëj një gjë, thaj, unë bëj 10 gjëra dhe më duket se u bëj një, ai bën një, thaj, dhe për shokun e ngushtë, e kisha duhet, po unë isha shok të ngushtë Adriani. E njifte mirë. Nëse ai bën, unë bëj një dhe unë bëj 10 dhe mua më duket se u bëj një, ai bën një, tha, dhe nga mënyra si e thot, mënyra si e bën, tha, i duket se u bën 10. Se e bën të madhe e bën. Po e the vetë, nuk e thash unë. Lajmi gjyqtar Bujtinën ka marrë dhënë edhe e ke para të memen që është bërë virale, që janë ata çunat që këndojnë o Sazan, isku specat në Tigan. Kështu është se kam parë. Ashtu se kam parë shpika tash. Dgjoj, ti ke thënë që ne shqiptarët kemi qenë popull hyjnor, pastaj u bëm popull mbretëror, pastaj princëror, pastaj luftarak, bejler, punëtor dhe sot jemi katandisur kështu, jemi popull i pavetdijshëm. Na paskesur keq fare, si ka mundsi nga popull hyjnor në popull çyryk, siç ku atje. Regres i fol. Do të thënë tani çyryk është grada me fundit, tash do bëjmë prapë hyjnor. Prapë hyjnor, bravo. Ti je vetëm sinqerisht e kam, po se ne është misioni me pak humor, por brenda humorit ekziston dhe përmbajtja serioze. Me të vërtetë kjo është një cikël normal që standam si rrotullame, si rrota e qerës. Është në 0 gradë, shkon në 180 dhe vjen prapë. Ne si kom na ka ardhur cikli. Na ka ardhur cikli për të bërë prapë popull hyjnor. Po cikli. Po do presim jasa na marrë cikli. Cikli nuk është 28 ditë, po është një 2800 ditë. Ne na kapi fundi i ciklit është. Sa do të thashë kjo pjesa e çyriku, unë të paktën do kap gjallë si jam në sot. Atë pjesë do bëjmë hyjnor. Kjo ishte rënd kjo. Diku i tha çyrik, edhe ata e votuan ti. Diku i tha me bisht në Lezhë, edhe ata e votuan, burra dhe gratë. Diku i tha, shikoni nutot në Durrës, edhe prapë ata e votuan më shumë në Durrës. Diku ka vaj thaj që burrat e duan dhe nga, si thaj, nga mbrapa. Diku i tha Partia Socialiste, bordello. Burrat e duan nga mbrapa dhe në mes Tiranës, pse duhet të lokalizohet në qytet. Çfarë mirë këto? Tha Partia Socialiste bordello, e tha ai apo jo? Kush? E tha, ai pra shoku jot. E tha, i gjatë. Shoku i kujtë? Bordello. Se e ke shok e besi Ramën? Me kujdes kur flisi për Ramën në këto momente. E tha Bordello, pëse e kaluar dhe ne këtyre nga i Bordello, një pëse që kanë njerë që besin plot. E tha i pra, që kemi modi. Me thënë, të kjo rota historisë që tham, nga hyjnor që jemi bërë, ne s'kemi gjë në dorë që të bëjmë të kthejmë rotën, është thjesht cikli do kaloj vetë? Jo, ajo cikli është bashkë me yjet. Yjet të ndikojnë ke njeriu në mënyrë që ti të marrësh një gjenerim nga jashtë, nga mirë tash, nga jashtë. Do të çojmë horoskopin. Dhe vjen ky generacioni ose ndriçimi, edhe ti të kthehet te rrota. Kur mbaron çyriklloku do? Po 2800 tash, 2810 ja do numërojmë sa 2800 në? 2810 është cikli. Ne hyjnor nga atëre kemi qenë, nga viti 2900 para Krishtit. Para Krishtit, bravo. Ishim hyjnor, u kthyem mbretëror, nga mbretëror u kthyem në princëror, kohën e Po ja erdhi 2900 asaj me 2025. Tani do bëhemi tash jemi raja, ta mos siç ishin shtetet hinj të ne në kohën e pushtimit osman, tash jemi bërë ne raja, domethënë që vendosin të tjerë, të bëjmë si thon të tjerë, do nuk kuptojmë asgjë, po ndoshta unë them që i ka pickuar dhe mizat CC edhe i ka lënë me pasojë nga 914 sot. Gjëja më e bukur që më ka pëlqyer ever në jetën tënde që ke thënë ti dhe shumë e thellë është që shqiptarët meritojnë 500.000 euro që në lindje vetëm se lindi shqiptar. Po pra, jam shumë dakord. E ka thënë një ekonomist nga Kosova, por nuk do na japi këto lekë Sazan. Këto ti jep natyra. Ku ta marrë 500 centime? Po, për natyra lind me krom, me bakër, me platin, me ar, i ke këto, me naft, lind me naftër. Imagjino të Austria s'ka pik naft, Gjermania s'ka pik naft. E di çfarë rasti është çuna sinqerisht, se po dal nga skenari fare. Pyeta ChatGPT për këto mineralet e Shqipërisë, thoshte vetëm Flori, parafërsisht nga sorsi ishte World Atlas, e ishte një kështu, Shqipëria ka 14 milion ton ar të ekskavueshëm. Updatoj në njëra të ChatGPT në burë. Unë paguaj 100 euro në muaj. Po të si inxhinier gjeolog, mirë ke. 14 milion ton ar të ekskavueshëm dhe ka potenciali do të jetë lider botror në prodhimin e eksportit e kromit. Në këtë sens e ke pasur ne mund të kemi pesi vetëm. Okej, dakord. Po ku ti marrim do lekë? Merr Aidi, bën kontratën, rifreskon kontratën dhe ti nuk di që të kesh në një fabrikë punimit të arit, të platinit, po janë aty lart. Janë aty ke Dardanelle. Dgjoj vllajna. Problemi është ky. A ke dhe ti frikë si çka mund që po na dhanë të gjitha nga 500.000 euro, do bëhemi dembel për tac, s'do punojmë, do prishim lekë, do vëmë djam. Po do lindë një aftësi tjetër, do lindë një aftësia e të drejtuarit. Aftësia e drejtuarit, do bëhemi gjithë lidera. Po, do bëhemi hyjnor, siç ishim atëherë. Do bëhemi hyjnor të gjithë. Po, gjithë, po. Po kush do na adhuroj? Po shqiptari populli hyjnor është apo jo? Po kush do na adhuroj? Po bëjmë gjithë hyjni. I ke parë kur pinkave shqiptar, duhet të jenë çik lart.
I ke parë si vishin shqiptarë, shumë herë më bukur se ata që vinë nga jashtë. Sigur kanë marrë 500.000 euro. Po, pra në rregull, e ke parë si kryen zonjat apo burrat shqiptarë, ka lezet kur i shef, se ata që vinë të Berat, kokpelar, shumica kokpelar. Ti shiko, këta të Europës, ku vinë ambasadora, kokpelar, ikin pas 4 vite, i mëson shqiptare, i mëson se si të krifen. Ti gjithë, ajo e kokpelar, ajo rotullami, ajo kokë rodhja. Kokpelar, ajo flokuqja. Ajo nga Korea, eri kokpelara, nga Korea. Po ti mos fal shumë për ish ambasadorin e nderuar zëvendës Yuri Kit. Mogherini ishte Yuri Kit. Sa gjë, unë thasha nga Korea. Me që jemi te zonjat e bukura dhe te incident ndërkombëtar. Po incident na futin luftë në Amerikën. Sa gjë, unë s'po më emër ambasador. Me që po flasim për zonjat e bukura dhe për kështu. Me që jemi te seksi. Nuk kemi, po çoj unë. Ti ke thënë vetë që shqiptarët janë popull shumë pjellor dhe shumë hamshor. Si e shpjegon këtë rënien e konsiderueshme të lindjeve? Ushqimet që vijnë nga ai shteti fqi. Çat ham që të pjellim? Duhet ta zgjedhësh, bësh kujdes. Siç bëj unë. Çat ham na thuaj, na bëj dietë. Ka plot të gjitha, ka sa dush. Kryesisht vegetarian. Sepse ajo kur është plan e heq pjesën më të madhe të helmit tek pa mish do mos ta mish. Shumë pak ose me rast. Shumë pak kujdes ose me rast. Edhe gjysha ime. Po rast e keni pasur? Ja gjysha ime. Po rast e keni pasur? Po. Prandaj është shumë gradu i thaj se ani kosnat atë. Po harroj që burrat u sheqin shumë më mirë dikur. Mos fosh prapë për gjyshen që kanë bajt 4 italianë në shtëpi tash. Po i kanë bajt. Kanë këtë 1000. Roberto dhe Giovanni. Roberto dhe Giovanni. E pastaj përcolli me gomar. Dy ka një katër. Po mo. 2. Ka bajt gjysha Roberto dhe Giovanni dhe i përcolli me gomar deri në avion. Po, dakor. Dakor. Edhe kur vinte gjysha, larg pamse që në atë kohë. Po larg pamse, i mbajti diplomatike. Njësoj si fëmijët pra. Po me çfarë ushqimte? Ndajsh buka në 7 racione, 5 ishin ata dhe 2 ata 7. Okej. Unë ngela këtu një te këto. Do të thënë që burrat që të jenë më pjellor të bëhen më vegetarian thua ti. Të heqin dorë nga mish. Po, bëhen vegetarian. Po alkool, mund të pinë çik alkool. Se e shoqëron. E shoqëron nga pak kur e njeh që i ka valva i punon 0 grad alkool në trup, ta jep shenjën e valva e trupit. Atë e rëndësishme është që ti nuk pi kur je i pirë, ose do ta bërë 0 një trupi me helmet e alkoolit, pastaj mund të pish prapë. Pra, këtë ta jep natyra këtë valvë. Si e ndjen këtë kur duhet alkoolit? Jep nësi tip guxhulie. Një sekond se po ecni shumë shpejt. Unë ngjeca te valvula. Kush valvula e trupit si ishte kjo valvula? Është një valvulë që kur s'ke shumë alkool, thotë. Jo, për shumë gjëra, po njeriu për shumë gjëra ka valvë. Ka valvën e ngopjes, i ke vënë kafshët ti. Kafshët e ka valvën dhe respekton instinktivisht valvën. Ti e ke me ndëgjegje, vetëm ti je i Unë me qatë unë vetëm një valvë ka atë... Po, me që po mi e palban mua qyllë mua dregën, edhe ti s'pyet për valvën tënde, po ti ja kërceti të harë që thua... Vetëm se është qyllë, po, se është qyllë. Unë vetëm një valvë e kam edhe kam kështu si kontravalvë, është vetëm... Gjo organ ka valvën e vetë. Ka, për shembull, ç'është valvula e riprodhimit të... Kush është valvula më e madhe? Po pyetje. Valva më e madhe. Valvula më e madhe. Valva më e madhe. Ato valvat po kanë rëndësi ato, jo nuk maten me mallësi. Maten me rëndësi. Si diametër. Po pra maten me rëndësi që kanë pra. Po çfarë është më rëndësishme? Çfarë do të thotë që ti bën të shtime, njëri ka 2000, njëri 5000, njëri ka 8000, ai jam shori gjithë pra. E ka 8000, 9000 shtime në jetë. Testosteron ti harxhon valvulën 9000 shtime në jetë? Në jetë për shembull. Ti do ta ndash. Do ngelen pa fëmijë. Po duhet i kam harxuar 3000 stopi 16 vjeç. Po do të shkudes. Po do të shkudes, pa duhet ta ndash. Se kënaqësi e madhe edhe kur je 60, 70, kënaqësi do ta ndash proporcion që të kënaqë për shtimet të ruash shtimet. Po çfarë valvule pas kam pasur dhe jo futja kot shtimet. 3000 stopi kam harxuar në gjimnaz. Albano mos bëj gafën ton, bëj fëmijët atëre kur të marrin nga 500.000. Kupton sa të lindin tak 500. Pres marr 500 tani. Kohët e fundit, profesori ka qenë te panajiri i librit në Kosovë. Prezantove edhe një libër aty, një libër të ri, apo nuk mjaftojnë ata 400 libra që ke bërë deri tash? Jo, unë 70 libra kam bërë, 70 vjet, 70 libra. 70 libra. Ecën me vitet. Ndaloj sekondë aty. I mban mend të gjithë titujt e librave që ke bërë? Jo, kjo është të 70. Të 70. Po shpejt e shpejt. Arkitekturë mjedisore, ekologjia, misioni i shqiptarëve dhe shqiptarëve, si të rrokim helenishten, latinishten, anglishten me gegnishten, visaret e shqiptarëve në shekujt mijëvjeçarëve, të mori ky mal babamal, album albanologjik për vlerat e të kulturore të shqiptarëve, album e piri pellazgët dhe thesprotët dhe çamiotët. Vazhdojmë Butrinti. Butrinti, ajo ti më bëri mua ti që Butrinti. Aty ku erësohet dhe ndriçohet historia e vërtet e shqiptarëve. Nën titull, Butrinti, herë e pirë, herë i lirë, kur ai qinj jota t'jeni ju.
Edhe për këtë unë pa 7-10 milion lekë vjetra, se më thanë që i që atë shprejën. Po, ndro ma betin a thuaj tituj. Po, pra, Butrindi ere pire i lirë, kur grek, asnjëherë len, ja po ta them, kur grek asnjëherë len, edhe mbaj atje shqip dhe anglisht, edhe çudis tuajt kur vinë lexojnë Butrindin e vërtet, se kështu quhet, historia e vërtet e Epirit dhe e Butrindit, që është historia e vërtet e Shqipërisë. E vërtet, se ti s'do të shkosh më shtëpi. Muri i Demës nga Saranda, që nuk lejon njëri të shkosh murin e Demës. Ta i quajnë mur mbrojtës të Presaidëve barbar kundër Finiqit Helen dhe Butrindit Helen. S'të lën ta shohësh si ishte kjo? Nuk lën ta shohësh, nuk lën. Po sepse është muri 12 metro, 4 herë më i madh se muri i Kines, dhe ky mur tani nuk është mur mbrojtës, por është shkallare për të zbritur princat dhe princeshat e pellazëve apo të ilirëve të asaj kohe. Pra, një mur që ka një mallështi të madhe, bile baras me Butrindin, etj. Nuk të lënë të shojnë, kanë bjella shash aty dhe qarkës të njërë. Ajo mund tjetë. Do më libra. Jo, s'ka nevojë. Sa vajte 11. Ja, 12 po ti thash. 12 janë simbolika, 12. Po, nga 6 bullime se cili iku, aq. Një tezë që ti ke përmendur shpesh është se mali Tomorit është qendra e botës. Po është vërtetë. Po pse nuk është për shembull me 200.000 euro katror metri në mal Tomorit? Siç është në Manhattan. Po se nuk e din. Nuk e din këta? Po nuk e din. Po pse është qendra e botës? Po atje the. Mali Tomorit ka një volum nga pikpamja gjeologjike që shkon rreth 40-50 kilometra me rrenjë dhe ka një peshë specifike ku tamam si ato të Kandarit. Që po mos jenë këto të Kandarit, këto koka po. Të Kandarit. Po, nuk peshon Kandarit. Edhe bota, po mos jetë kjo toka, jo bota, toka, kjo qenjer, tectonic point, që është pikë tektonike qenjer, ku bota vjen vërdall, që rrotullohet bota, rrotullohet rreth një pike që quhet si pikë, ne i themi pikë gjeologjikisht tektonik e rëndësishme. Dhe bota rrotullohet rreth Tomorit. Njëko, e dyta, po për rreth Tomorit, dhe Tomori kalon meridiani 0. Se kuptova këtu. Tani bota është e shesht, i bie që rrotullohet rreth një pike si. Jo, bota nuk është e shesht, merr atë tjetrin thoi për botë shesht. Po pra, po si rrotullohet rreth një pike pastaj. Po për rreth një pike, po duhet të jesh gjeolog ta kuptosh. Ai që gjeolog ka. Je gjeolog ti, si gjeolog riurt, ose atë pas emisionit edhe bëjmë bisedë. Pra, e dyta është që NASA, kur të shkojnë në herë, do të shkëputet nga forca e madhe e gravitetit, ku në qendër gjithmonë është më e madhe. Edhe kur shkëputet si punë e lelekëve, që shkojnë ja 10 herë te Himalajët e lelekët, edhe në momentin që arrin Himalajët shpërndahen pa energji, pa të futuruar drejt botës për të kapur kënetat si karapastaja. Edhe këta, kur shkëputen nga Tomori, atëherë këta ikin lirshëm pa harxuar karburant drejt Marsit, Henëza ku duan të shkojnë. Po ç'të mirë nacional ne kjo pa mirë. Një sekondë se kjo është vërtet fyese. Po. Kam thënë 20 herë mos pikur çojnë emision. Po jo, sa lidhje ka, mirë ka shumë mirë atë. I bie që po të nisesh nga Tomori harxhon më pak karburant. Po çan këta lelek në Himalaja se Po e kapet. Po lelek do. Jo, unë lelek i kuptova. Po stacioni energji ku zbret nga Himalajat. Ngjitet me shumë energji. Po ngjitet leleku. Jo leleku. Ku ka lelek në Himalaja? Mira lelek nga India ngjiten në Himalaja. Për të marrë vrull. Dhe zbres për të marrë vrull. Dhe zbresin karburant. Po zbresin po patjetër. Po zbresin. Pa harxuar energji, që janë instinktivisht. Ndërsa njeriu ka zbuluar që kjo qendër, që është Tomori, që kalon dhe meridiani 0, jo ai Greenwichi konvencional, por meridiani natyror që e ndan botën në 2 pjesë, 2 gjysma të barabarta, për nga pikpamja specifike. Ky është meridiani 0, natyror. Dhe kalon nga Tomori te një pemë aty si selvi e madhe, kalon ke shtëpia ime, kalon gurin e Xhuxhës, mirë qesh. E pas ka bërë bujtinë ngjitur me qendrën e botës. Jo, se që dhe përtash meridiani dhe kalon dhe ke guri Xhuxhës meridiani, kalon dhe atje në Belgrad, Beograd, Beratino si ishe Beogradi 2000 vjetë për para, kalon në Helsinki edhe vetën në polin e veriut, kjo e ndanë botën. Me ti vendosin një tra nasës ti vendosim taksa ne po ashtu. Tani më thuajt vërtetën, qa mendimi ke për Luanin? Kë Luan? Luan Kafshën. Papa Luanin, more. Papën, Zjoll i riu, papa i 13, Luani i 13. Jo, nuk kam dhe një njoje, nuk kam dhe një gjë, me të ndrejt. Di që shqiptarët kanë prodhuar 8 papë, këtë e di sakt, që nga papa i pare Leuteri, deri ke papa Klementi 11 dhe 12, edhe në Terezën që dihet, këtë di që një popull që ka prodhuar të shuguruar, të shëndëruar, po ka dhe, po është dhe asti i shëndëruar. është dhe asti i shëndëruar. Pavarësisht besimit fetar, po të t'jebe nderit të bënin ty papa guri i parë. Papa guri, po. Papa Zani. Do pranoje? Si da ishte gjë e pashtë do bëje?
Unë do mbështesja familjen, si shë... Papa Guri i parë. Po, do mbështesja familjen, do mbështesja shkencën, do mbështesja këta etnokultururën e gjo kombi, bota është e bukur sepse është ndryshme. Dhe do pranoja varietet ose ndryshueshmërinë, larmishmërinë e kombeve që këta duan t'i bëjnë një, larmishmërinë e familjeve që këta duan t'i bëjnë një. Je kundër përzierjes, domethënë. Kundër atyre LGBT-ve, kundër... Po pse s'kemi ata? Po s'kam ata. Ata çka kanë me ne? Jo, deri në momentin që ata kanë me ne kam. Po pse na zën me zor rrugëve ata? Jo kanë ata. Unë jam dakord për këtë gjë. Shpesh të lumsh. Deri në momentin që ata janë vetvetja, deri sa janë vetvetja, bravo i qoftë edhe i respektoj për ulën. Në momentin që merret me fëmijën tim, me nipin tim, kujdes. Po, aty kur duan të konvertojnë bëhen të keq. Aty kanë punë aty. Po, do na mbajë çik me hatër ne besoj, po të besoj pap. Shqipërinë po normal, sepse tërheq kraba nga... E po s'do ishe papa i drejtë. Po jo, tash tërheq kraba, jo se do, sigurisht që do isha... Nuk e di çka keti me LGBT-qët, unë vdes për lesbiket. Po unë e thash për. Unë vdes për lesbiket. Po në rregull mbaj ti gëzoshë. Po ti mbaj ti gëzoshë dhe. Parë një lesbike. Po se unë nuk kam parë di edhe s'kam pikë dëshire di, sinqerisht e kam dhe tjetra është në momentin që ai më dikton, më abuzon ke mosha e papjekur që janë fëmijët nipër, aty kam punën ti. Me aty di kujdesi. S'ke para si lesbike në televizor? Nuk të falë. Po vazhdon akoma me këtë. Jo nuk e pa, sinqerisht po. Nuk e ke ide çka ke humbur. Po nuk e di mundet. Ka ne pak publicitet dhe rikthehemi me të madhin këtu. Jemi rikthyer në satelit me Profingav Sazan Guri, profesor, inxhinier avokat. Shumë ka thënë titullin e fundit. Dhe unë ja bëj Profingav. Njeriu më bio që ekziston në Shqipëri, Sazani, tani Sazan, me që jemi të gjërat bio. Pse s'futesh te ferma VIP-ti? Ti je njësh aty me kafshët në natyrën me kështu. Po mire ke, e kam menduar një herë, por... E ke menduar? E kam menduar. I them një herë drejtorit të televizionit? Po nuk e kam, nuk dua. Unë tash jam si punë president amerikan, ka shkuar në Texas te ferma, edhe unë kam shkuar në fermën time që është butinë e babait, edhe punova vetë 2 vjet, nuk më dhan shqyqyqës më dhan, sepse punova edhe kujtova rinin time që kam bërë atë shtëpi, dhe më mirë që më dha zonja ministre e asaj, i thash mos mamëri për një fjalë për Butrindin, dhe punova vetë me gruan, dhe tash sot është dita e parë që fillon nuk do subvencionuar këtë. Po nuk, edhe më mirë. Sot kishe inaugurimin e Butinës. Po Butinës. Jo inaugurimin, inaugurimin ka bëj kështu, hapje, po kanë ardhur. Sa më mbar. Ka ardhur hapja. Suksese, do vinë të vizitojmë profesor. Po papir, jetë mirë. Doktorkirës kanë nevojë. Jetë mirë prit, do kënaqesh sepse është Butin, ka muze brenda. Po të dëgjosh mua vëdhej një tabelë aty, jam Sazan, i skuq specat në Tigan. Po çfarë që ka çapo. Ta di që i skuq Tigan janë mbi vëlla. Pse mos kuqen specat tjetër. Për sa i përket fermës VIP do ta shënoj emrin për vitin tjetër se kemi mik brenda. Ka muhabet me Agaj, nuk vesh vitin tjetër që ti jesh aty njësh, të mbjellësh ato perime gjëra. Po tu jepi mend atyre të tjerëve domethënë. Jo, për shembull, ti tregosh që është qendër botë e tjera. Tani, siç të thash në fillim, ti lëvron në shumë fusha të jetës. Je edhe nutricionist. Ti sqarojmë sa gjëra njëre mirë. Ti rrezojmë ca mite fallso. Është e vërtetë që sa do të hash makarona nuk të rritet bibilushi dhe na kanë gënjur kot deri tani. Po, dilema e madhe. Po, problemi është që i vogël më thoshin ha makarona, ha dhe dellin e mishit dhe të rritet kaq ngeli, 36 cm. Po bra. Po. 36 ngeli, lëviz nga vendi. Se nxori Inadin e i uruari. Edhe harroi ta shkunte. Edhe i tha e shoqja e parë ta po tipu se nxiri Inadin aty dhe. Si kishte duaj që e vogël që kur e shkon dritet. Edhe po në vetë kur ha makarona ju. Do të tam apo jo makarona nëse. Do të thënë tam makarona dhe dell bëjnë efekt apo jo? Po jepi si mos tash edhe çat tuti të heqë kënaqësi më të madhe. Sinqerisht, ka bëjnë efekt apo jo? Po si s'bëjnë efekt? Kush ushqimi ishte arrit më shumë? Ju themi moshave të reja. Ajo që ka lë formën, banane për shumë. Banane? Kalium, po. Vende direkt atje. Ani banane. Okej. Dëgjoj, fermerëve shqiptar ju ka dalë nami që përdorin shumë pesticide. Ti si nutricionist, ke ndonjë mënyrë si e dallon kur një domate është bio dhe kur ka pesticide? Me të drejtën, edhe unë, po më shumë gruaja është mjeshtër për dalluar. Dhe ne ushqehemi lehtë edhe mirë. E gjejmë. Mundohemi, kërkojmë, po e gjejmë. Po si dallohet? Për shembull në treg, ka shumë gjëra, ka shumë gjëra. Pjepri dallohet, shaqiri dallohet, molla sigurisht. Ndaj këtë dije me net, lutem. Ka shumë gjëra. Po si dallohen, shumë marrë ne të mira vëlla. Dallohen. Do tek ajo tek bishti, mirë thash, tek bishti shaqiri, bishti pjepri, gjitha
dallohen, me të drejtën. Dhe edhe sigurisht që punon dhe edhe prova dhe eksperienca. Po unë mendoj, jo se arri 100%, po mundohemi që të gjejmë. Po besojmë ke kjo që pesticidi mbasi shplahet mirë edhe ikën. Nësa ke teshtazori nuk ikën. Ri, flej aty, sedimentohet aty, dhe ku që sa dusha... Sa do të shplash lopën, po ka pesticide, mishi lopës. Aty të bujtinë jote do kesh mish, apo vetëm... Jo, nuk kam përgatim, sepse kam tradicional, gurin, drurin, dhe po mori guri, po mori aromën i them atyre tuajve që vinë. Si s'pas gatime, po çfarë do hanë, ti fjale për drejt e bujtinë? Sa duash ti, rreth rrotull, sa dush ti. O të bëj gjumë të embël magjik, magjik. Do më japësh drog? Po, jo, aty kalon meridiani pra, tash pra. Kalon meridiani. Kalon meridiani, plus dru, plus gur, plus tradit, plus mirëpritje, plus edhe një... Dru në kuptimin që ka dru për zabë në rarash. Ka dru që është ndërtuar nga i madhi Harun Baçi, ndërtuar një mjeshtëri fantastike që sa rinë do të... Edhe ka ngroci, pa i gjithë, ka ngroci. Intervista po t'i bish reklam bujtinës. Me këtë pikë nga thuj dhe çmimin e... A do të po nga çmim. Thash që ka dru dhe gur, dhe është shumë ngrohtë, edhe ka dhe meridian, dhe gjumi është poetik. Edhe qendre botë. Po njëherë the magjik, njëherë poetik. Po të dyja pra, magjik, poetik, ai që mund të shkuar... Po futuristik është? Po në rregull, është futuristik. Po, futuristik. Dëgjoj, thuaj shqiptarëve, ktheu te kamera aty, thuaj aty, që t'i marrin, që t'i bëjmë xhiro kombiton. Cilat fruta dhe cilat perime janë me origjinë pellazge. Thuaj që të vetëm ato, mos i bëjmë xhiro. Po, patjetër, atëherë ke tavën e Kosit, që është me origjinë shumë vjetër. Unë i them fruta perime, tavën e Kosit. Fruta e perime, thuaj. Kanë gatime vëlla. Është byreku që vjen nga fjala fruta perime. Fruta perime. Po gjitha më po je gjershi. Po tavë Kosit nuk është bim. Ta ka dhënë natyra me gjershi gjeografike perfekte, që çik më në jug nuk i gjen dot ande nga Greqia, por çik më në veri nga Beogradi i lart nuk i gjen dot. Në këtë gjershi gjeografike dhe në këto lartësi malesh ti gjen që gjitha frutat e Shqipërisë apo e shqiptarëve, ndryshe edhe nga... Po këto më thuaj frutat e Bananes ka për shembull. Jo nga vaqinën në Mars, kam gjetur tava Kosi. Manafera, lule shtrydhe, karotën e këtë shkëlqyer, specën, specë kuqe, specë shile, vazhdojmë, domatën që ka dalë si vjet fara e shkëlqyer, domatja si vjet, sallatori nuk është keq, po, sallatori shumë mirë, kanë dalë me një formë tjetër. Po mangot shqiptare, mangot janë të shtrenjta, janë artificiale, ato që janë të bëra... Janë të mira shqiptare. Do të thoshja unë që nuk është për mua, nuk është... Ka proteina, po është e helmët. Mango është tropikale që në ngatron tani. Që në ngatron, po. Trupi jonë nuk është përgatitur për ato. Sallatori në desha të shikojë me formë si me formë tjetër. Po, si duash ti, sallatorin e thash, dhe edhe zazavatet... Sallator, më duket janë çik më shqiptar ata që janë si më tollet për kullush. Qershia kur del në fillim ti, një vit trupi pret pikrisht atë vitamin që ka qershia, ka një lloj... Qershia ka vitamin Q. Po jo, qershia ka vitaminën e litiumit, ka litium mikroelement, i cili mungesa e mikroelementit litium bën dhe shkakton dhe depresion. Atëherë, dalja futës parë, qershia, qershori që lidhet me që po thua me pellazgët, jo në kodësh muaj qershor, se del qershia, sot është ngrohë koha sepse del me erë, del maj. Do presim dhe një çik me depresion sa të bjerë çik çmimi se ka dalë me 10.000 lekë kile. Me 10.000 lekë. Unë mora dje. Unë mora me 6.000 lekë. 1.000 lekë mora, 1.500 lekë, pa aman blente ti. Ato kokra ti ishin trupi me zi e pret vitaminën e parë të frutës, që është qershia. Me zi e pret se ka një vit në pritje dhe i bën shumë mirë, ashtu është shtrenjtë dhe nuk del rastësisht shtrenjtë. Por me mirë është ta provosh. Jo, i kile, por edhe që ngrap. Po sa vete për shumë në fshat, sa mund të vej qershia në fshat? Se këtu është 10.000. Nuk e di që qershit gjithmonë do të jetë frut vendi, do të jetë një frut mundësisht me çik kalbje, me çik jo e bukur, jo kështu standard e bukur, fruta të jetë me çik krim brenda dhe krimi ka ngrenë ca gjëra të hidhura të e merr krimin e futin tekila, pastaj pirej tekila. S'ka ndonjë gjë. Jo më ka tekila me krim në fund. A mishti? Po krimin kush po duhet krimi mish, çka ke me krim? Mama super me krim ama po gjithmonë. Ska nevojë të zjesh shumë. Tani dëgjoj. Kalojmë në një fushë tjetër në të cilën ti je ekselent dhe shkëlqen. Nuk je etimolog i vetëm në Shqipëri, po për mendimin tim je më i miri, absolutisht më i miri. Problemi më është ky. Pyetja ime parë është kjo. Pse keni teza të ndryshme për të njëjtat fjalë? Pse nuk bini dakord? Për shembull, ti e shpjegon ndryshe një fjalë, kolegu yt e shpjegon ndryshe. Çfarë do më vetë, se është turp, se një koleg. Po mira turp. Për shembull, ti thua që fjala vark vjen nga fjala ark. Kurse kolegu yt Fredi thotë që vjen nga fjala bark. E ka mirë Fredi, unë s'kam thënë ashtu, edhe unë si Fredi mendoj. Fjala bark, ajo që mban, barku.
Barku. Edhe barka është një gjë që mban. S'ka lidhje me arkën, Nuk ka lidhje me arkën. Jo, s'ka lidhje me arkën. Mund të ngatë ndonjë tjetër. Barkë, BAV, është ajo që tamam që themi dhe barkut, pra thot I malli Petrozhej, qofse një fjalë shqipe ka 20 kuptime që I rreshtohen, do të thotë që kjo është fjalë e bazament I Shqipes, rrënjësore e Shqipes, kjo quhet operatore e lirë. Për shembull, nga fjala kre, ti ke 20 kuptime, kre, kreshnik, kreshmali, kreshkaposhi, vazhdojmë, krijoj, kreatur, creature, kreativ, krijues, folje, e ke folje mbi emër këto Petrozhej, po e pa dhe folje mbi emër, emri, krijimtari, emër, krijimtari. Kreu Koka. Po, Kreu Koka, kryeministër, jo ai kryeministri shoku jot. Kreu ministër nuk e. Po ai është kokministër. Ai është kokministër I kanë e dytë, edhe mund ta quash edhe ashtu. Nga vjen fjala bole. Po ti është. Kjo nga doli edhe. Edhe pyetja ishte që kur kanë teza të ndryshme për të njëjtën fjalë. Nga e bollshme. Ja, se mort për budalla. Fjala pse nga vjen fjala bull. Bull, ata kanë bollshme domethënë. Nga bole vjen. Mban gjithat pesh. Dhe bua vjen nga fjala. Mban gjithat pesh familjare ajo që the ti. E kuptoj, ande del familja. Ande kemi dalë gjithë. Jo, po pritë, po është 30-40 vjet aktivitet pune, 50 vjet valla. Mendoj vjen nga fjala e bollshme. E bollshme që mban atë. U argjua ajo dhe çfarë bën njeriu kur argjohet ajo? Çfarë bën njeriu? Çfarë bën njeriu kur argjohet ajo me fillon merr Viagra. Me prostatë po. Po, bën me prostatë vërtet. Po. Kur mbaron. Prandaj gjë tot që ta shpërndash. Me di e shkon. Sigur e dia që duhet dinte, më për zot, nuk ka asgjë. Jo 30.000 shtimje I ke bërë që në gjimnasti. Që në gjimnast, Po ajo që bën ti është 1/3 ajo që ke bërë. Sa për 3. Po çfarë do bëj? Do t'i ruash, do ta ndash. Ti ruaj tani që argjohet shumë. Po mirë do ta ndash si gjithë e reja tani që kam argjuar. Po do ta ndash po them. Ndaje me periudhën jetësore se 70 vjeç ka lezet kënaqësi të madhe. Po vajta 70 vjeç ose kam 20 vjeç që po bukur jeta 70. Si e bën me nipur me mbesa 70 vjeç më e bukur jeta. Kështu kujtohet edhe unë kisha më shtende. Po që nga më e bukur 70 vjeç. Edhe punon, edhe studion, edhe ke shoqëri, edhe ke miqësi, edhe ke një shtëpi, po ke edhe një pronë etj. Më e bukur. Aty te prona çaloj. Do të tjerë di kemi. Tani do të bie Meridiani, po ne të kemi. Ne s'kemi Meridiani. Jemi në rubrikën e preferuar që të gjithë shqiptarëve dhe sidomos të diasporës. Lojra familje. Ti profesor, çfarë loje ke patur të preferuar? Në familje? Në familje. Po çfarë thotë valla, po kur na rin tot njeriu ky bresmëti. Fillojmë. Në lojë me athash. Jo, kë kishe ti të preferuar? Jo, gjithë e kishon. Një sekondë. Po prandaj jam sot pak si I gjithanshëm, si Aristotel. Ka që ke bërë shumë lojra kur që. Na që kam bërë shumë lojra I vogël, po do të shohë njeriu në mas. Ke lojë doktorash me shoqjet e lagjës? More të gjitha ti. Të gjitha ka vënë. Jo, po ja thash ishte para, ja thash. Me ja thash, me voza. Me talash. Me kaladi branqe. Me ta thash desha. E thash. Me kapërxim, me kështu, me kaladi branqe po e thash. Mundje, thjesht mundje. Po, bëri vetëm çuna me çuna apo me goca? Çuna me çuna. Bëri mundje me goca? Ja, nuk e kemi ashtu. Po ti aty e ke mendjen gjithmonë burrë. Aty e kem, vazhdoni ngacmoti se jam. Po ngacmoj, ti ta mos ke bërë mundje me në shoqë lagje. Po jo me ta thash si është me ta thash. Telefoni ta thash që ta thash pam edhe ti kërcen edhe ashtu dhe me voza është që ke një shtyllë telefoni. Sa bukur ta thash bab kështu dhe me ashtu. O me proska. Bab kështu dhe me ashtu. Tjetër me proska. Me kato proska. Futboll me pafka, bravo. Faleminderit. Ke futbollin, basketbollin, volejbollin që luanim perlade. Nuk vjen më ajo. To kanë ngelur. Pikërisht ajo energji e feministë e shprehur në lodra, sot është e shprehur në shkencë apo në jetën e përditshme e tij. Loja ime preferuar ka qenë, siç thon, ja besi e kupton se është nga Korça, ka qenë Korç Maliq me Arka Bosh. Për këtë rasti shpreh. Lojë shumë e bukur. Transportues malli edhe. Kemi mbledhur ca lojra kalamajsh, ca titull lojra kalamajsh, dhe titull na shpjegosh kuptimin. Në rregull? Po se kanë vargje lojrat zakonisht. Për shembull. Ono mena dono mëna Katarina fuski pëna. Është loja me gishta, që ono mena dono mena Katarina fuski pëna. Nga I vjen kuptimi kësaj? Po, kjo ka djarë është lojë që vjen nga doket janë... E di që janë doket, dok. Po, dok. Doket ortodokse, kristiane, katolike, edhe ka koncepte, ka kështu emra grek, po që fillimisht kanë qenë gjua e Atikis, ka qenë pelazisht, edhe ta që duket sikur është greqisht. Po këta janë gjuhë huaja, ç'a gjua është? Po, duket sikur është greqisht, po është Atikia, gjua e parë e Pelazgë.
antikia. Shi. Fuskipena. Ne flasim pellazgjishte dhe se dike. Po, bravo, faleminderit shumë. E kape. Tani, ka shkruar E kape dhe. Se ka dhe këtë, ka qenë... Kurtoj, e kape me një sekundë. Kurtoj dhe kjo plaka në Lezhë ose në Butrin, kjo plaka është një gjuhë e vjetë greke, po ata janë futur për ta studiuar, ata nuk e bëjnë dot, nuk e thon dot. Nësa po t'i futemi ne shqiptarët, e kemi gjuhën e vjetët si gjyshe dhe ne e kthejmë atë plak të lirimit të skrevëve në Butrin, atë plak në Lezhë, kështë në premtja kish, që këta i thonë që gjuhë e vjetë greke, kur gjuhë e vjetë greke është një gegmishte, sepse ka përkthyer pa fjalore ai malli Gjon Shllaku. Po shiko, kjo onomëna, kjo është ndryshe në çdo qytet. Si I bie? Po vazhdo tjetër. Ne kemi pasur ten kapiten, cila nuk se të pëlqen, më pëlqen Maria. Kemi pra Dinde, Kolinde, Sara Makadinde, pra Kolinde. Edhe këtë loj kemi bërë, datën 17 dhe 24 dhjetor. Shkojë për poshti, Dinde, Kolinde, Sara Makadinde, Dilse të hapa, erdi, mbrapa, Dinde jep të karamele. Erdi mbrapa. Po, erdi nga mbrapa, më pëlqen shumë kjo loja. Po jo, jemi ne mbrapa, po një dishi mbrapa derës, normal. Edhe vine zonjë shtëpis, si të karamele dhe 2 lekëshe dhe mbushesh. Doli ylli po ndriqonte gjithë bota, lajmëronte zoterinje zonja, zoterinje zonja. Si këse fetare. Po cili yll, për ylli është? Dëgjoj, ka shkruar Besi një lojë këtu që më duket si këngë e Muharrem Ahmetit, si Tallava, nuk e kuptoj. Gjithsesi unë po e lexoj një herë, po bëj maksimumi ta lexoj. I lemine, 2 lemine, 3 sene karafile, baci ku maci, lindi ku finti, boba shko per dre, këtë mare këtë le. Boba shko per dre, këtë mare këtë le. Ka mundësi ditë rumune kjo. Po prapë, si këngë Tallava më bu. Ja ta provojmë ta bëjmë këngë. I lemine, 2 lemine, 3 sene karafile. Kush ishte pyetja baci ku maci, lindi ku finti, boba shko per dre, këtë mare këtë le. Kjo është. Çfarë do të thënë lindi ku finti? Lindi ku finti, bobare shko per dre, këtë mare këtë le, I lemine, 2 lemine. Shko per dre është? Shko për dreke, mund t'jetë arbreshe, mund t'jetë... Bobare shko për dre. Mund t'jetë vle. Që nga kështu fjerat që më duket, bobare shko për dre. Okej, ne jemi 2 shqiponja, rumza. Çfarë doni ju shqiponja, rumza? Jaku teku telegram. Jaku teku tekura. Tekura po telegram? Tekura. Telegram nuk e kemi një. Shkruaj telegram. Jaku tekura, po këtë po e kemi lozur, edhe e kemi kënduar. Po çfarë kuptimi ka? Po ja ty e thot. Jaku teku tekura. Zho me thë. Jakura, jaku është tek kjo është, tek kjo ra. Jaku teku, jaku çiste. Kjo po është. Po kjo çfarë kuptimi ka? Ma në bolla, akoma ka. Jo, e fundit. Çfarë kuptimi etimologjik ka kjo lojë? 3 ironi ciciconi, kono pizza da limoni, za gra, bishta cima god, dina grot. Ko këtë plagës shush e shpaj, kam astaj më ngecin mua. Kam përshtypjen shtallin roshkën me mua. Në rregull. Nuk e shush. 3 ironi ciciconi, kono pizza da limoni, za gra, bishta cima god, dina grot. Po ke fjalën 3, ke fjalën ro, ke fjalën bisht. Po ciciconi çfarë është? Çike-çik, domethënë çike-çik. Çik limon, Çike-çik. Po kono pizza da limoni. A ke fjalën çike-çik, sika. Çike-çik. Po kono pizza da limoni? Po qekon me pizza. Qekon me pizza, pas ka pizza pellazje. Po pse nuk e diti këtë? Ka. Konkurs. Pizza me 4 gjuhë. Indiançe, egjiptian, fjala pizza. Kur do gjej gjuhë më të vjetër. Italian edhe shqip. Të gjithë ata në Gjermani ju përgjigjen dikush egjiptiane, italiane, shumica, asnjëri si vajti mendja që ishte shqip. Ishte pizza. Edhe ai që fitoi, ose jo ai fitoi, po, më duket e gjithë njëri. Po pse është shqip pizza? Po sepse është pite, është peta e lakrorit. Edhe nga peta e lakrorit bëhet ajo pita arbreshet e morën, e quan në vitin 1400-500 pas Skënderbeut e quan në Itali. Ne kemi çuar picën në Itali domethënë. Po në rregull për tha Gjermane, sa tash unë tha konkursi më, ç'ke me mua ti? Po emrin ne. Jo, s'kam me ty, mund ka shpirt, ka zëmë, ka shok, ka. Po fitoi pra 100 euro, ai që e gjeti, një gjerman, i vaj taj ta them do ndryshe, ai ta ndryshe, ka futi kodej, shqip taj, do të jetë pizza taj. Edhe pse ata interpretuan që pizza me vërtet arbreshet, që dinin të bënin byrekun, që vetë fjala byrek është burro fresco, sepse ekziston shpreha nënota i bëjnë byrek, s'ka gjalp tha nëna, s'kan burro fresco taj. Që do të thotë
Po pati nëna burro fresco do bëj byrekun. Pra byreku nuk vjen nga fjala turke, byrek, po vjen nga të qenujt e burros. Po italisht atëherë. Jo, e pra, fjala burro fresco filloi Bërbërja bëndele aty. Bërbërja. Nga burro, pastaj vjen bariu, pastaj vjen baresa, pastaj vjen bares, pastaj vjen baritoni, pra, pastaj vjen bari, pastaj vjen burro që ajo që prodhon delja, burro i freskët se gjatë gjithmonë i freskët, pastaj vjen byreku, shikome që ngacmove fjalën pra. Pra një fjalë bërbërja natyrës që ja bën delja të buzët bër, edhe që mënyra si quhet bari, quhet bariu, quhet baresha, quhet baret në bar, që ecën në bar, bares, quhet baritoni, quhet e pafundi. E kupton ku dolëm, nga pica. Dole ke byreku, quhet byreku. Pizza në fillim. Nga pica dolëm tek Pavaroti, Pavaroti, ka gjetë vetë. Ka plot gjëra. Po Pavaroti ande shumë pica. Sazan. Po, kjo ishte. Kush mendon ti që është femra ideale shqiptare? Më thuaj një emër. Femra ideale shqiptare. Më thuaj një emër. Femra ideale. Femra ideale shqiptare. Vale për çfarë? E humbe. Kuptimin e të gjithave. Që ka të gjitha atributet që duhet të ketë një femër shqiptare. Kemi pasur një histori femra, ose edhe që mund të jetë gjallë, femra ideale shqiptare. Pyetje vështirë e vjen si kjo. Jo se mund të ketë, por nuk ndoshta e kam gabim, ndoshta e gjej gabim. Po ti thuaj një emër s'ka rëndësi. Kush është femra ideale shqiptare? Po profesorit nuk lejohet gaboj. Se ka menduar. Po duhet para mire ke. Do që ka Ja mendoj tash. Kush është femra ideale shqiptare? Nuk i lejohet gaboj profesor. Kush është femra ideale shqiptare me të cilin do kishe shumë dëshirë të kaloj? Po do thosha unë Dora Distra mbahet. Dora Distra do doje të kaloj një natë Dora Distra. Po, ti vazhdo me ato depo. Femra ideale me të cilin do doje të kaloj një natë Dora Distra. Atë gjysmën nuk e dëgjova, gjysmën e dytë. Po pse dëgjoj? Po pra, e gjeta. Shkon kraba si ishte ajo. Do të kalosh një natë me Dora Distra? Po, gruaja ime. Treq kraba. Gruaja ime, ja ta temon çasti, ama kështu që di me kunje ke. Me Dorën se kaluar shumë jeto me Distrin, s'jam aftë. Jo, me Dora Distra që është femra e parë akademike në Akademinë e Francës. Edhe patriote dhe e bukur dhe Marie Curie ka qenë shqiptare? Jo, polake. Polake? Polake. Po, kush e thot shqiptare se i bën gjithë shqiptare. Pierre Curie është francez. Nësa atë që më bëre pyetja ta thash pra, me gruan. Ka lezet. E veçën fillim ata. Respekte. Nuk kam djerë, ja pra. Don Juan i rezervuar, do me thënë ai që është si një dashnor i ri, freskët. Po ja imagjinoni, punojmë bashkë. Që nga 2002 privat në një studio, s'më është më zgjidhur as në shtëpi, as në studio, as në xhiro, çfarë do merrni? Model do të jetë për tjerët. Unë shoh në njerë si që si kanë parë kur me gruan. Je të lumtur paske, je të lumtur. Po të lumtur, ai të lumtur ti. Prandaj edhe 70 vjet që ishan gjendë të bëja 10 rrugë çdo ditë për të ngritur mall. Por tjerë nuk vin dot me do vish ti atë shtëpia ime. Do vi. Po pra, po do të merret fryma. Do merret fryma. Nësa unë me peshë ngarkesë edhe kam bërë 10 rrugë. Po si thash dot makina ti. Po absolutisht, po unë jam. Po jo, po s'ka rruga ti. Ai di do vesh në këmbë detyrimisht. A dish Meridiani o Lali. Pas ka lezetë. Po e shtym po ashtu për kur të bëhet rruga. Kur të bëhet rruga tram apo jo më do shkoj. Po s'ka rrugë, ka 2000 vjet. S'është bërë rruga. Të falenderoj shumë gjithë sa të edicionte. Të falenderoj dhe Besi dhe Gerti nga zemra. Faleminderit profesor. Ja si të tulshëm dhe nuk ta thon. Shumë faleminderit. Ishte Sazan Guri, kjo ishte 284 për sot. Ju puç të gjithëve. Bye bye. Burro fresco. Vem tam nga një pica.